Ditën e sotme, këngëtarja e njohur Learta Jakupi feston ditëlindjen e saj. Një datë e veçantë që është shoqëruar me urime të shumta, mesazhe dashurie dhe vëmendje të madhe nga publiku. Artistja ka marrë përgëzime nga familjar, miq të afërt, kolegë të estradës, por edhe nga ndjekësit e shumt në rrjetet sociale, të cilët e kanë shoqëruar këtë ditë me komente pozitive dhe fjalë të ngrohta. Megjithatë, një nga urimet që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë ai i vjehrës së saj, ikonës së muzikës popullore shqiptare, Shyhrete Behluli. Përmes një postimi të publikuar në Instastory, Shyhretja ka ndarë me ndjekësit e saj një fotografi ku ajo dhe Learta shfaqen shumë të afërta, duke reflektuar harmoni dhe dashuri familjare. Në imazh, dyshja duken aq të ngjashme sa shumë ndjekës i kanë quajtur binjake, një detaj që ka marrë reagime të shumta dhe komente pozitive. Krahas fotografisë, Shyhrete Behluli ka shkruar edhe një dedikim mjaft të ndjerë, duke i drejtuar nuses së saj fjalë plot dashuri dhe vlerësim. Gëzuar ditëlindjen o ylli që bën dritë. Ky mesazh i thjesht, por tepër domethënës, ka prekur ndjekësit dhe ka dëshmuar edhe një herë raportin e shkëlqyer që ekziston mes vjehrës dhe nuses. Një marrëdhënie që shpesh është përmendur si shembull pozitiv në publik. Urimi i Shyhretës ka bërë xhiro në rrjeteve sociale, duke u shpërndar gjerësisht dhe duke marrë pëlqime të shumta. Në këtë ditë të veçantë për Leartën, ky gjest i bukur nga vjehra e saj e ka bërë festën edhe më të ngrohtë, duke treguar se përtej suksesit në muzikë, familja dhe dashuria mbeten vlerat më të rëndësishme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.